Kosovë, kështu që ndoshta si që theksoi kryeministri në këto 4-5 vite prej se ka fillu projekti Kosova Shteti Gjudës, edhe kemi një palestër reprezentative, kemi pas ndoshta ma shumë se mos t'ja teproj, po ndoshta 70-80 shtete, edhe shumë shtete që ende nuk e njohin shtetin tonë, por përmes Gjudës ata po njihen me vlerat tona dhe kjo mbon mu si trener dhe më thonë një ndërtust e këtij ekipi që ja ka lakmi gjithë botat jetë, dhe më thonë një pik në të cilën vinë, shohin edhe stërvisin me kampionet tona, kampionet olimpike, por edhe këta që po vinë pas tyre. Kjo është një ditë sot me shi, edhe herën e kalum, kur e kemi ndërtu këtë palestër, ka qenë ditë me shi, po si duket është ditë me bereqet që thojnë në popull, edhe kjo palestra dhe këto gjitha që do të ndërtojnë, këtu do t'i shërpejnë gjeneratave të reja, për të ngritur, por sidomos trenerëve të ri, sepse e kemi fillu në një palestër të vogël, si që tha Agroni, ndërtu me prej familjes tonë, po aty ndërtu 3 tarta olimpike, i kemi vazhdu në këtë palestër edhe me 2 medale tjera olimpike edhe shumë medale tjera. Ne si komuniteti Gjudës gjithmonë e kemi parasysh një fakt që faktikisht gjithmonë ajo që investohet në ne tentojmë ta kthejmë shumë fish ma shumë. Kështu që kjo që po investohet për Gjudën krijon përgjegjësi, krijon përkushtim më të madh gjithë sportistave dhe gjithë trenerave që po vinë. Ajo çka e theksoi edhe Agroni është që gjatë okupimit për mu personalisht si trener, një ndër trenerët e klubi Gjudës i po në atë kohë, ka qenë palestra. E kemi pas një palestër në një shkollë fillore, ku kemi stërvit gjitha klubet sportive në qytetin e Pes, edhe faktikisht mu ka duk hapësirë shumë e vogël koha për të arritur diçka dhe gjithmonë e kom pasur në kokë që të fillojmë diçka të kemi palestër 24 orë në ditë. Edhe pse ajo palestër ka qenë modeste, po koha ka qenë e arë, koha ka qenë ajo që mu ka desh si trener që të ndërtoj ato që e ndërtuar sot. Kështu që përgjegjësi, përkushtim kërkoj prej krejt këtyre sportistave, trenerave, komunitetit Gjudës, shteti tash po investon shumë seriozisht në ju, e ju duhet m'ia kthy me punë, përkushtim, rezultate e medale. Faleminderit shumë. Atëherë është koha që për shkaqe klimatike në fakt ceremonia edhe inaugurimit dhe pjesa e protokollit të fjalimeve ishte planifikuar që të vej jashtë, është vendosur në momentet e fundit brenda, por tash gjithsesi do të kthehemi jashtë sepse është